friends, it is such a great honor to welcome you. Është një nder kaq i madh t'ju uroj mirëseardhjen të dyve, ju kryeministri Edi Rama dhe zonjës Linda Rama, e gjithë delegacionit tuaj në rezidencën presidenciale në Jeruzalem, e t'ju jap ju, zoti kryeministër, medaljen presidenciale të nderit të Izraelit, që është urdhri më i lartë civil i Izraelit. Medalja presidenciale e nderit e Izraelit nderon ata si ju që kanë ndriçuar botën me udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme, qartësinë morale dhe vlerat demokratike, e ata që kanë dëshmuar miqësinë e tyre të guximshme me popullin hebre dhe shtetin e Izraelit. Zoti kryeministër, i dashur miku im Edi, kodi shqiptar i besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit, ndihet mjaft i pranishëm në këtë hol. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e tij më të errta. Gjatë Holokaustit, populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Me kuraj ata ju dhanë streh grave burrave hebrej, të cilët arratiseshin nga pjesë të tjera të Evropës dhe duke e bërë këtë, ndihmuan në mbrojtjen dhe ruajtjen e njerëzimit përballë krimeve më të mëdha midis qenieve njerëzore. Kjo thirrje integriteti e nderi e rrënjosur thellë në popullin tuaj, që një hon fort në udhëheqjen tuaj sot, që jehon angazhimin tuaj ndaj tolerancës, humanizmit dhe drejtësisë sociale, gjen jehon në qëndrimin tuaj të pakompromis kundër antisemitizmit dhe urrëties. Më duhet ju them se unë personalisht u mallëngjeva gjatë vizitës sime në Tiranë në shtator nga dimshuria juaj dhe dhurata prekse për Idit Oel, maman e Alon Oel, i cili ende mbahet në bodrumet e Hamasit në shkelje të çdo parimi njerëzor dhe etik. Ne duhet ta kthejmë atë dhe çdo peng tjetër në shtëpi. Zoti kryeministër, i dashur miku im Edi, si artist ju keni aftësinë unike ta shihni botën jo vetëm siç është, por siç mund të jetë. Dhe në këtë cilësi vizionare, kjo po bën shumë për kombin tuaj dhe kaq shumë për lidhjet që kombet tona ndajnë aktualisht. Lidhja jonë po thellohet në kaq shumë fusha dhe sfera. Fluturimi i ri drejt për drejt midis Tiranës dhe Tel Avivit po thjeshton shumë udhëtimin dhe po ndihmon shkëmbimin e drejt për drejt. Dua të përgëzoj Sandor Airlines që e ka shtyrë përpara këtë zhvillim, e dua t'ju falenderoj personalisht kryeministër, që personalisht i mikpritët izraelitët të cilët ju bashkuan fluturimit përurues me kaq ngrohtësi e bujari, sa që nuk ndalen së shkruari në WhatsApp se sa e mrekullueshme ishte kjo gjë. Dua të përgëzoj Qendrën Mjekësore Shiba dhe Qeverinë Shqiptare për nënshkrimin e marrëveshjes për të ngritur një projekt të përbashkët mjekësor në Shqipëri. Dua t'ju falenderoj ju i dashur Edi dhe mikun ton të dashur profesor Isak Hrajs, që është drejtuesi ekzekutiv e Shibas për çuarjen e kësaj gjëje përpara. Dua të përgëzoj të gjithë ata që janë mbledhur këtu për çuarjen përpara mëtej të bashkëpunimit midis kombeve tona në mënyra kaq të rëndësishme. Sigurisht, vizioni i partneritetit dhe miqësisë son shkon përtej vetëm dy kombeve. Ai mishëron modelin e partneritetit midis etnive e besimeve fetare, e jap se kemi me ne sot tu udhëheqës kaq të rëndësishëm fetar, të cilët mund të ndihmojnë të transformojnë mesdheun lindor nga një rajon konflikti në një korridor bashkëpunimi e ndërlidhjeje e në një model tolerante e paqeje për lindjen e mesme Europën e deri në Indi, e mëtej në lindjen e largët në Azinë juglindore e përtej. Tradita hebreje na mëson se bota qëndron mbi 3 shtylla të barabarta, te drejtësia, e vërteta dhe paqja. Kombi juaj i dashur Edi duroi një diktaturë të tmerrshme për 50 vjet
është e jashtëzakonshme se si u kthye në një demokraci energjike bazuar në drejtësi e të vërtetën që ju po e çoni përpara me kaq shumë sukses. Besoj po ashtu se këto vlera drejtësie, së vërtete e paqeje dhe sinergjia midis tyre janë baza e udhëheqjes suaj dhe baza e miqësisë Shqipëri-Izrael që ju keni ndihmuar të farktonim tej. Edhe njëherë, është nderje kënaqësia ime më e madhe që t'ju akordoj medaljen presidenciale të nderit të Izraelit. Sfundi, të dashur miq, asnjë fjalë, asnjë takim nuk mund t'jetë i plot këto ditë pa thirrjen urgjente për lirimin e menjëhershëm të gjitha pengjeve tona, të cilët ndërsa flasim torturohen. E për në këtë krim të neveritshëm dhe në vazhdimsi kundër njerëzimit. Të gjithë ata, deri tek i fundit. E mbyll me shpresën se miqësia midis kombeve tona do të mbetet një fanar vullneti të mirë gjatë këtyre kohërave sfiduese të vështira. Le të na kujtojë se zërat për dinjitet e kuraj janë gjithmonë të pranishëm dhe se një ardhme e gjallë, e sigurt dhe e paqët për popujt e rajonit ton dhe të gjithë botës është e mundur. Përgëzime i dashur Edi. So because of objective reasons, Pra, për arsye